miqtur, jemi rikthyer në studio. Në fakt kemi ndjekur një këngë të Rovena Stefës me Mërgim Gata, Streha e Shpirtit. Shumë interesante. E kishim harruar që Rovena Stefa ka qenë pjesë e festivalit. Dhe kemi vendosur shpeshherë në për quizet tona që bëjmë, pa diskutim që për njerëzit është pak e vështirë ndonjëherë që ta gjejnë, megjithatë, po Rovena Stefa ka kënduar në festival. Bukur. Mirë, ne kemi mbritur në një pikë tani që besoj edhe një pjesë konsiderueshme e qytetarëve, mezi e presin se ndonjëherë marrim këtë përveç se ne motivohemi nga shprehja e ditës, motivohemi edhe nga konfigurimi i planeteve. Mirëmëngjes, Zgen Dauti. Mirëmëngjes. Se ka ndo kështu si i lodhur, si i papushuar, si i vuajtur, si... Jo, është pra gjykimi juaj kë. Kështu dukesh nga jashtë, jo. Po tani u mësuam dhe pa keq, themi atë që është 3 ditë ngopur me gjumë. U mësove keq ti, Po më mori Zgen, malli për me pushimin, u mësuam dhe ne keq duke mos e ditur se çfarë na pret gjatë ditës. Atë diskutuam me Matildën sot mëngjes që ishte bukur domethënë edhe të vinin gjërat sikur si prisje, se ndonjëherë kur na para përgatit ti me ngjarjet që do të na ndodhin, themi e dija që do të më ndodhte se ma tha Zgeni. Po mos bëj tani sikur të dilte çdo gjë. Po rri tani. Po e the ti këtë do të thotë që ti gënjen? Po jo, po Flori thot një ditë thot më doli, një ditë thot s'm doli. Unë thjesht po bëj punën në Zgen, që ta kuptosh. Po të jap vlerë. Po s'ka problem. S'ka gjë. Po se vrisni trurin. Jo, më nuk bi preun, po nuk i del gjë atit, se është peshk i çuditshëm. Peshk i çuditshëm. Është peshk i stabilizuar. Unë kam folë për peshk beqar, ti që i ndodh në një dramë dashuri, ti nuk e pasur lidhje me këto dhe unë e di që s'ka ndalë. Po ai është peshk që punon. Nuk jam vetëm unë peshka, të tjerë që në ndjekën. Kurse për punën nuk të regon. Do më thënë edhe gjërat që i ndodhin nuk të regon. Planet nuk i të regon. Projektet që i dalin, i të regon po i të regoja pas i i bje që ti e ke gati pastaj. Do t'i gjesh vetë pra? Jo, nuk i të regon për shumë që më doli kjo do e bëj nesër. Kur del, kur bëhet, pastaj kapet matë. Nese, unë... Gjithsesi, më në fundur i këthyem, kishte marrë shumë malli për ju, për skenën dhe me siguri dhe për të gjitha ata që në ndjekin këto momente, për të përshëndetur. Kjo është një studio. Skenën këtu me ju, do me thënë. Skenën vetë vete. Skenat që bëjmë me njëri tjetrin dhe batutat. Pa diskutim. Do flasim për horoskopin ditor, për periudhën që na pret, dhe besoj të gjithë janë kurioz më shumë se kur, se kanë disa ditë për na dëgjuar. Do nisim me dashin. Sot është një ndër ditët cilët dashët do i hapen dyrë dhe portat e reja mundësie për punë dhe financiarisht për të çliruar, do gjenë një rrugëzidhje lidhur me financat dhe me Venusin shenjën e tyre, dashuria është më e përmirësuar dhe do mendojnë të bëjnë përmirësim në pamje, fytyrë ose në lukun e tyre të përditshëm, duke qenë se do e mendojnë shumë seriozisht imazhin e jashtëm për cilën kanë. Se kjo mund të vi në formë ndërhyrje estetike, mund të vi në formën e ushtrimit apo disiplinës, kjo varet nga rruga që mund zgjedhë gjithsecili dhe duke marrë parasysh që kemi dash femër dhe dash meshkuj, kështu që ai përmirësimi i pamjes mund të vi në metoda të ndryshme, por është pikërisht momenti ku dashi do e mendoj imazhin, pamjen fizike në një mënyrë pak më serioze dhe do mendoj që ta përmirësoj dhe të korrigjoj gjërat që nuk i pëlqen tek vetja. Që është më e rëndësishme është që i hapen portat e punëve të reja dhe janë gati për të hedhur drejt mundësive të reja për nevojën e tyre financiare dhe për ta zhvilluar anën financiare. Kështu që kjo është një periudhë kulminante ku ata mund të bëjnë ndryshime të rëndësishme dhe përmirësim në jetesën e tyre. Kalojmë tek shenja e Demit. Për shenjën e Demit është ende sezoni i tyre, janë ende qendra e vëmendjes dhe të parët të cilët thirren për punë, bashkëpunime, kontakte të reja dhe projekte të reja mbi të gjitha. Çfarë mund të jetë më shumë fitimprurse në këtë periudhë për Demat do jenë bashkëpunimet dhe do jenë një ndër shenjat më të besuara për të bashkëpunuar, të çfarëdo lloj fushë apo profesioni, dhe është periudha ku Demët bëjnë maksimumin për treguar aftësitë e tyre dhe parat padyshim që do vinë dhe do zhvillohen ende akoma më shumë, se Demat le të themi po shpërndahen në shumë vende pune, në shumë bashkëpunime, në shumë njerëz, në shumë kontakte dhe po e përhapin emrin në një mënyrë të vrrullshme. Kështu që gjithmonë aty ku do ketë një lloj populariteti dhe socializimi me njerëz, aty dhe do përfitoj ekonomikisht për projekte që mund t'i vinë edhe nga spontaniteti dhe të mos jenë në planet e tyre momentalisht, por që
padyshim ata do e marrin një telefonat ku do ftohen dhe do thirren për ta bërë një punë caktuar dhe për t'ju besuar diçka. Kalojmë tek shenja e binjakëve. Për binjakët është e domosdoshme më shumë qëndrimi në shtëpi, karikimi i energjisë dhe shkëputja me botën e jashtme dhe me botën sociale. Binjakët nuk e ndjejnë veten shumë energjik për të socializuar, për të dalë dhe për të bërë aktivitetet e jashtme, por e ndjejnë më shumë të rehatshme, krijimin e komfortit, rehatin, fitimin e energjisë dhe karikimin që mund t'ja sjellë vetmia dhe njerëzit të cilët janë shumë të afërt dhe të rrethit të ngushtë, kështu janë shumë të besuar dhe që nuk e lodhin energjinë e binjakëve. Kështu që mund të themi që pak përpara se t'i vi sezoni, që do i vi me datë 21, binjakët do jenë në një rekuperim të plot të vetes dhe një rikarikim të plot të energjisë së tyre, gjë që çdo kujt i bën mirë, por në këtë periudhë e ka të domosdoshme shenja e binjakëve. Kështu që kushdo që mund t'i kërkojë ndihmë apo favore, binjakët janë të padisponueshëm, as nuk do kërkojnë, por as nuk do i plotsojnë, sepse ajo rekuperimi i tyre ka nevojë për një farë përkushtimi dhe mbi të gjitha duke hequr qafe të gjitha angazhimet ngarkuese dhe qoftë edhe njerëzit të cilët kërkojnë vetëm dere apo favore nga energjia e tyre. Kalojmë tek shenja e gafores. Për shenjën e gafores duhet të bëjnë një plan dhe një organizim të gjërave të tyre, që do të thotë duhet të heqin një herë gjërat e padomosdoshme, gjërat e tepruara në jetën e tyre, shpenzimet e tepruara dhe për ta rregulluar jetën, padyshim në momentin që heq shpenzimet të cilat vazhdojnë dhe kryhen në një mënyrë të pa, le të themi, të pamjaftueshme dhe të pakontrolluar mirë, atëherë jeta e gafores duhet të përmirësohet duke i ndryshuar këto vese të këqija dhe duke mbajtur vetëm veset e mira dhe mbi të gjitha shpenzimet të cilat janë produktive për jetën e tyre. Duhet mendojmë më shumë tek puna, tek fitimet, sesa tek shpenzimi apo tek plotësimi i qefeve individuale. Kështu që një lloj rregullimi gaforia do e bëjë në këtë periudhë, sepse e ka shumë edhe të nevojshme financiarisht. Paçka se mundësitë të reja do hapen për ta dhe punë të reja do shfaqen në jetën e tyre, ku ata do duhet të bëjnë zgjedhje. Kalojmë tek shenja e luanit. Luanët do jenë në një periudhë ku do e përdorin shumë komunikimin në çift, një gjë që mund t'i ketë munguar kohë të fundit dhe nuk kanë ditur se si ta shprehin veten. Është një periudhë ku autenticiteti do jetë në kulme, kështu që për të gjithë çiftet luan do jenë më vetvetja se kurrë dhe do flasin me zemër të hapur. Kushdo që merret me luan duhet, le të themi, t'i dëgjoj dhe t'i besoj, por t'i dëgjoj me vëmendje duke i kuptuar dhe të gjithë ata që kanë dyshime tek luanët, do jetë momenti ku do përballen për të sqaruar gjëra konkrete dhe për të folur me sinqeritet. Kështu që të njëjtën gjë duhet bëjnë dhe shenjat e tjera me ta dhe të njëjtën gjë do bëjë edhe luani në mënyrë që të hap syt, të sqarohet dhe të ndahen gjërat një herë mirë, për mirë ose për keq, kjo gjithmonë varet nga vendimi. Kalojmë tek shenja e vizhëreshës. Për vizhëreshat, duhet themi që janë gati për të ndërmarrë rreziqe dhe për të bërë ndryshime të papritura që nuk i kanë as në planet e tyre. Për të gjithë vizhëreshat që do i hapet një punë e re dhe një mundësi e re më e mirë nga sa e kanë, kushte më të mira dhe paga më të mira nga sa e kanë, do jenë të parat që do hidhen drejt tyre mundësive dhe do rrezikojnë qëndrueshmërinë apo vjetërsinë e një pune për një punë të cilën ata e shohin si më të favorshme për të ardhmen e tyre. Dhe pikërisht këtë duhet mendojnë, të ardhmen e tyre në kushte më të rehatshme se sa të ruajnë ende barrat përgjegjësitë dhe vjetërsinë e gjërave të vjetra. Kështu që ky muaj premton ndryshime rrënjësore në jetën e tyre, fitime të reja, burime të reja financiare dhe një lloj rreziku që ata do e përjetojnë gjatë këtij tranzicioni. Kalojmë tek shenja e peshores. Për shenjën e peshores mund të shohin që do kthehen përsëri, le të themi, burime të vjetra fitimi, do kthehen përsëri punë të vjetra të cilat i kanë bërë dikur dhe kërkohen apo thirren për t'i ribërë prap, i besojnë projekte që janë po ashtu të vjetra në praktik, por që mund të vinë me risi të reja dhe përsëri peshoret mund të jenë të përfshirë. Pra, me pak fjalë, pasionet e vjetra mund të sjellin sërish fitime peshores. Dhe e kam thënë dhe e them që jemi ende në periudhën ku kreativiteti dhe pasionet e tyre mund të kthehen në diçka fitimprurse, por duhet të mendojnë mirë mënyrën se si duhet ta sjellin
në dritë këtë lloj pasioni apo talenti që e kanë. Në të kundërt, kemi dhe thirrje të shumta nga kolegë dhe miq dhe projekte të vjetra, të cilat rivijnë dhe një herë dhe peshorja është i përfshirë në situatë. Dhe është një periudhë shumë e mirë romance, kreativiteti, pasioni dhe le të themi kur këto të gjitha bëhen bashkë, kënaqësia është tepër e lartë dhe momentet janë tepër të vrrullshme dhe pasionante për të mbajtur mend dhe për të krijuar memorie të mira në jetën e tyre. Dhe të gjitha këto në fund fare do përkthehen padyshim edhe në fitime dhe para, kështu që peshorja do e marrë feedbackun deri në fund. Kalojmë tek shenja e akrepit. Për shenjën e akrepit kemi një periudhë ku ata janë gati për të bërë gjëra, por nuk e dinë që janë gati. Pra, pak a shumë gjëra do vinë vetë në dritë, momenti do afrohet vetë, punët do vinë vetë gati për të kërkuar dorën e akrepit për të punuar. Në një farë forme gjërat do ndodhin vetë dhe do e detyrojnë akrepin që ta nxjerrë nga guacka dhe nga kornizat se ku qëndron gjithmonë i futur. Dhe kjo lloj vrulli e cila do e nxjerrë akrepin jashtë situatave, mund ta bëjë atë të ndihet jashtë kontrollit, por nga ana tjetër do e bëjë të kuptojë që suksesi vjen kur ti del nga zona e komfortit. Ndaj akrepat do dalin disi nga zona e komfortit, do habiten se si njerëzit do kenë shumë besim tek ta, sepse jemi në një periudhë ku akrepat e varin pak a shumë punën e tyre, qoftë në bashkëpunim ose edhe në varësitë të tjerëve, pra kemi marrëdhënie të ndërsjella ku nuk bëjnë dot pa njëra tjetrën dhe varen nga njëra tjetra, dhe akrepi është pjesë e këtyre marrëdhënieve në çështje pune dhe fitimprurse, dhe po ashtu do habiten nga besimi që tjerë do kenë tek ta, do habiten nga intuita që do jetë shumë e saktë dhe nga bashkëpunimet të cilat rezultojnë të suksesshme. Dhe po ashtu do jetë një periudhë ku partnerët do kenë besimin maksimal tek ata, është periudha ku ata do e varin veten nga partnerët e tyre, do e varin besimin, ndjenjën dhe emocionin ndaj të tjerëve, prandaj çfarë ndodh tek partnerët e tyre ndikon drejt për drejt tek akrepi. Kalojmë tek shenja e shigjetarit. Për shigjetarët kemi një periudhë të gatishmërisë risive, ata janë gati dhe nuk e dinë që dashuria do vi papritur dhe një punë dhe një mundësi e re po ashtu do i shfaqet, dhe nuk e kanë menduar që do jenë gati për këtë gjë, kanë frikë nga ndryshimet. Shigjetarët mendojnë se ka gjetur rehatim në fund tek gjërat ku janë dhe tek gjërat që po bëjnë, por me sa duket universi ka rezervuar gjërat reja tek ta, kështu që çfarë lloj gjëje që po bëni, dijeni se jeni në një proces ku do ndërpritet papritur nga një punë e re, nga një mundësi e re, promovimi i lartë që mund t'ju vi dhe po ashtu njohje të reja në dashuri, cilat mund t'i dalin jashtë planit dhe mund të mos i keni menduar, por t'jeni ndjerë rehat në atë beqarin tuaj. Gjithsesi, është më mirë të t'i lini gjërat të papriturës, sepse do udhëhiqeni dhe do udhëzoheni nga e papritura dhe jeta juaj do ndryshoj për shkak të këtyre pikave kulminante që do ju ndodhin, siç do jenë promovimi, karriera, mundësitë e reja, portat e reja, fitimet që do vinë dhe po ashtu dashuritë e reja që vinë përmes opsioneve. Kalojmë tek shenja e bricjapit. Për shenjën e bricjapit, kjo nuk është një periudhë veprimi, por kjo është një periudhë studimi. Një periudhë e mirë për të studiuar, për të trajnuar në profesion, për të certifikuar për diçka, është periudhë e mirë për të gjithë bricjapët të cilët janë duke u marrë me shkollë dhe me diplomim. Është një periudhë e mirë për të gjithë ata që para se të veprojnë duan një herë të lexojnë manualin, të studiojnë, të lexojnë recetë apo çfarëdo lloj gjëje që ta bëjnë fillimisht të kenë informacionin. Kështu që ky lloj grumbullimi informacioni është diçka që do i vlej shumë në të ardhmen, do i vlej shumë në fitimet e ardhshme bricjapëve dhe mbi të gjitha tek punët e reja të cilat bricjapi do aplikojë. Pra do jetë diçka që mund të mos e di tani, por ai informacioni që merr sot do e kujtoj se sa mirë do i vlej nesër. Dhe do e falenderoj veten në të ardhmen kur t'i vi momenti për të shpalosur dijen dhe njohuritë që kanë. Kalojmë dhe tek shenja e ujorit. Për shenjën e ujorit, ky është një moment ku duhet t'i dedikohen marrëdhënieve të pasqaruara, sepse ajo që ujorët po mbajnë për brenda është jo shumë e shëndetshme deri në momentin që sqarohet dhe e nxjerrin mendimin që kanë dhe çdo gjë del në pa.
Kështu që për të gjithë ujorët duhet të dedikohen sjarimeve dhe të dedikohen pastrimit energjetik të vetes, duke u shprehur, duke folur dhe duke mos mbetur për brenda gjërat që i kanë, është një lloj mendimi konstruktiv për vetën e tyre, sepse ata duhet mendojnë radhë parë për shëndetin e tyre energjik, mendor, fizik, ku asgjë helmuese nuk duhet të qëndrojë brenda tyre. Dhe kjo do i ndihmojë më shumti mbi të gjitha për të bërë seleksionimin më të shëndetshëm të njerëzve që kanë jetën e tyre. Kështu përsëri duhet vim tek pastrimi energjetik që ujori duhet bëj dhe përballja me frikrat e brendshme, me njerëzit që ka frikë të përballet apo me fjalët që do kishte frikë t'i shprehte në publik. Dhe kalojmë tek peshqit. Për peshqit kemi një periudhë ku intuita e tyre do jetë shumë e saktë, kështu që shumë peshq në çift do kenë një lloj intuite të cilët do e vërtetojnë. Por kjo gjë do vërtetohet në marrëdhënie me partnerët e tyre, qofse është një dyshim negativ, por qoftë edhe diçka pozitive, çdo gjë peshqit le të themi deri diku e kanë parashikuar vetë. Prandaj peshqit nuk kanë shumë nevojë për parashikim astrologjik, se i parashikojnë gjërat vetë dhe kanë intuitën flak për të gjetur gjërat. Ndaj do jetë një periudhë ku do testojnë veten mendërisht. Në çfarëdo lloj gjëje që pritet të ndodhi, peshku do fillojë ta paramendoj pak para kohe. Për shembull, nëse dikush në punë do bëj një ndryshim, peshku do e di, nëse dikush do hiqet apo do vi dikush i ri në punë, peshku përsëri do e di. Do të thënë do jenë të gjitha gjërat e parashikueshme për të. A e di pse ndodh kjo me peshqit? Të paktën siç ndodh me mua. Më thuaj. Janë overthinker, pra mendojnë shumë. E keni menduar aq shumë. Po i kam menduar të gjitha skenaret e mundshme, dhe shumë kohë më parë. Thonë e dija. Derisa vjen momenti që ndodh vërtet dhe thua, okay, s'bën përshtypje. Është e vërtetë, e di. Jo, janë gjithë overthinker, gjithë peshqit zakonisht natën rrin pa gjumë. Po. Kështu më kanë thënë. Po, nga stresi, nga lodhja. Nga mërzia. Po, ndoshta. Nga nevoja për të parashikuar. Shtrihesh ti për shembull, merr një mendim edhe e tjerë, aq gjatë sa që nga të gjitha perspektivat. Po e lë fare se nuk zgjidhet gjë për sot. Çështje peshqish. Bukur, faleminderit shumë Yzgen. Shumë faleminderit. Faleminderit Yzgen.